حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثان من طحوي رحمة الله عليه: لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Nuk I besojmë falltorëve, fallgjorëve dhe parashikimeve të së ardhmes dhe askën tjetër që pretendon diçka në kundërshtim me Kur'anin, Sunetin dhe ijmaun unanimitetin e muslimanëve. Në përmet kësaj fjalie, Imam Tahawiu, Allahu e pasmëshiruar, don ta tregoj dallimin mes kerameteve dhe dallavereve e mashtrimeve të shejtanit të mallkuar, të cilat shfaqen nëpërmjet njerëzve. Dhe këto dallavere dhe këto mashtrime shfaqen si rezultat të bashkëpunimit të ngushtë me shejtan. Më herët ka folur për kerametet e vlijave, ato janë hak. E tani flet për dallaveret, e dallavergjive, e fesadgjive, të cilat janë prej shejtanit të mallkuar dhe shumë herë përzihen njerëzve. Njerëz të ligë ofrohen të shejtant në forma dhe mënyra të ndryshme. Miqësohen me ta, duke ba atë që kërkojnë shejtanet nga ata. Si fjala vjen duke therrur kurban për dreqen, për gjin, duke ndezur zjarr për ta, duke u tymosur, duke shkelur Kur'anin, apo me hedhur atë në vend të dytë, dhe gjana tjera të cilat I bojnë njerëzit të ligë përballë shejtanëve, gjinëve. E përballë kësaj miqësie, e cila I qetën kufër ata njerëz, bashkëpunojnë shejtanët me ta, duke u mundësuar pra njerëzve të këqij që bashkëpunojnë me ta disa gjëra të jashtëzakonshme në sytë tonë. Ashtu që dikujna mund të përzihen me keramete, sepse ai nuk tregon që ka prej gjinëve. Kjo për faktin se disa magjistar apo falltor e tjerë e fshehin bashkëpunimin e tyre me shejtan edhe paraqiten si muslimanët më të mirë, e mshefin. Para njerëzve përmenin Allahun Azza wa Jall, I bin Allahut në sejdë, edhe lexojnë Kur'an, por mbrapa kësajna janë të mbushur me kufër. Allahu na ruajt. Pra mshefin kufrën e tyre dhe paraqiten si musliman të mirë, kënë se këtë privilegje, klapa, keramete që I kanë, janë pe Allahot, janë dharat pe Zotit, dhe thonë ne I meritojmë se njerëz të mirë. Cilin do ta pëç pe tyre, ka të erdhë kjo, thot për mu më ka zgjedh Allahu
me qeni tillë. E disa të tjerë thonë se Allahu më ka ardhur në ëndër dhe më ka treguar apo më ka informuar se ti njeri mbrin dhe se të duhet të shërosh njerëzit. Ose ti i veçantë e trillime tjera të papasa. Pra edhe ëndra është njëra prej metodave që përdor shejtani për të blerë njerëzit e lik. Dhe të në këto janë prezente dhe shumë prej tyre edhe në kanë tregue apo në kanë rrëfye se si në thojza kanë mri me u bon njerëz të mirë apo të mrin. E bojnë këtë sepse po të thonë se bashkëpunojnë me dreqin edhe se nuk dina asgja, por ne po i rrajmë njerëzit, apo po a themi atyre atë që na diktojnë shejtanët, kanë frikë se njerëzit nuk ju besojnë dhe një me nuk ju besojnë. Andaj është tepër më rëndësi të kuptohet ky parim, të dallohet keramet e çfaqja gjërave të pazakanta, keramet i cili vjen nga ana e Allahut për miqt e tij të sinqert, që kemi cekur më herët, të dallohet prej gjërave të pazakanta, të cilat vjen nga shejtani i mallkuar për miqt e tij. Kerametet për evlijat Allahut, për miqt Allahut, ndërsa këto gjërat pazakanta janë prej miqve të shejtanit të mallkuar. Pra nëse ndonjë magjistar apo falltor e të ngjashëm paraqet gjeste apo vepra të pazakanta, sikur se ta zëm hangozhda, apo hecna për zjarr, apo shpën trupin e tij, apo fut kacoletën në kapelë dhe nxjerr një lepër të gjallë kësha po hec, e tjerë. Mos të mashtrohet me ta, askush. Dhe le ta di se të gjitha të janë nga shejtani i mallkuar, janë rranë, dallaver, dhe asnjë atë nuk ka të vërtet. Nuk ka të vërtet me dalë pej leckas, prej mindilit me dalë kapuqi, me dalë lepuri. Nuk ka të vërtet me qpue vetë vetën e ti, nuk thot i legjën këtë dënja, për pas nëse Zoti dënë me i thyë ligjet e a i thën ligjet për evlijat të vetë, po nuk e thën ligjet për armiq të vetë. Shpumja e trupit mund të pasaj edhe me vdekje, ecja në për zjarëm, reflektan apo shkaktan djegje, poraj në realitet është mashtrim, është vepër e shejtanit. Janë rranë, e si ka mundësi të bëhet kjo? Për ta kuptuar këte, vlen të ceket fakte se sihri në aspektin gjuhësor do të thot me mshef diçka. Raj, me mshef realitetin, me tregu jo realitetin. Ndërsa nga aspekti fetar përkufizohet në nyje dhe fjalë, nyje, të lidhne, nyje dhe fjalë të cilat paraqiten apo shkruhen, ose veprimi i diçkafit, cili ndikon në trupin e të sëmuarit, të atij që është bë magji, që është bë sehire, në zemrën apo logjikën e tij, duke mos e prekur atë me dorë heq, po prej lartit me ndiku. Sihri ndahet në dy lloje. Sihri i vërtet, e që është ai sihr i cili ka ndikim trupin e njeriut, në mendjen e tij. E që natër është se është vepër e shejtanit të mallkuar.
Ndërsa lloji i dytë ku ka të bëjë me neve këto tash, sehri i imagjinuar, e që është vepër, apo sjellje, apo gjest, i cili bëhet para syve të njerëzve. Ndërsa në të vërtetë apo në realitet, ajo nuk është realitet, por bëhet para syve të njerëzve. Ju duket ashtu njerëzve, se është duke bërë. Ky person me këtë lloj sehri u amashtron vetëm sytë e njerëzve, asgjë më shumë. Pra kur do këtë në sytë tu, se po e ngul thiken në trup, ai nuk e ngul. Ai vetëm sytë e tu ti ka mashtru, ti ka bërë magji. Kur gjë më shumë. Pra të arsye ka thënë Allahu Azza wa Jall, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Musa tha, e hedhni ju magjit e juaja, litarët e ju të këqyrën kur dolin mejdan me magjistarët e Firaunit, kur ja ati ta shërë dhe Musës, ju duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjët lëvizën si gjarprinj. Ju duk në sy, për s'ka realitet. Natyrisht se Turqia është rënë dhe gënjeshtër. Nuk ka asnjë të vërtet apo reale. Ndërsa el-kahin që ceku Imam Tahaviu dhe nuk I besojnë as el-kahin, faltor, është ai I cili pretendon se e ditëm sheften. Kjo është tjetër. Ky nuk merret, nuk është kush të marrë me punë se hireve të magjive. Ja, ky ka tjetër mision me pretendu, me të kallëzu që në ditë ardhmen. Në emën të lekut, në emën të pozitës, në emën të autoritetit, s'është më rëndësi. Kryesorja pretendon se e ditë të sheften. Në realitet atë njerëje informojnë shejtanët e mallkuar, qoftë nga lajmet apo informatat e tokës, apo qoftë nga informatat e qiellit. Sa I përket informatave të qiellit, gjinët, dreshnit, arrin ta dëgjojnë ndonjë lajm nga qielli lart, duke biseduar me laçet në zveti. E pastaj atë lajm sjellin njerëzve në tokë. Qysh bëhet kjo punë? Kjo ndodh, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu ta caktojë ndonjë çështje, të jap ndonjë urdhër për lartët me laçeve. Në qiell lart, me laçet I lkundin krah të tyre, se në nështrim ndaj Zotit, madhrim ndaj urdhët madh të Allahut, siç ka thënë Allahu në Kur'an. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir. E kur u hiqet friga nga zemrat e tyre, qetësohen pak me laçet. Pas ati urdhri, ato thonë, çka tha Zoti? E pyesin jana tjetrën, çka tha Zoti? Çfarë urdhri proni Zoti? Te bareke wa taala. Çka po doj ka me ndodhë në tokë? Çka po doj ka me ndodhë poshtë këta njerëz të cilët nuk po e di kanë se çka do me I gjetë? E thonë njana tjetrës, Allahu thot vërtetën, hakin, ai është më I lartë, ai është më I madhi. Vazhdon hadithi dhe e dëgjon gjinniu I cili përvidhet për ta dëgjuar ndonjë lajm nga qielli. E gjinët e përvjedhur janë njërin mbi tjetrin. Sufjani, transmetuesi I hadithit, I vyri dy shplakat e duarve njëra mbi tjetrën,
i shtriu dhe i hapi gishtat. Atë fjalë që ka dëgjuar gjiniu nga melaqet e ja përcjell gjiniu që është në te. Gjend njani mbi tjetrin, hypin lart deri afër qiellit. Dhe arrin me dëgjue ndonjë fjalë të melaqeve që ka u folë më herët. Fjalë e vogël e thjesht. E pastaj i ja përcjellën gjiniu që është nën te, ai që kanë dëgju. Pastaj ai që është nën te ja përcjell tjetër që është nën te. Pastaj tjetër që është nën te, dhe kështu me radhë derisa të arri fjala tek magjistari apo falltori. E mund të ndodhë që ta godet ylli i zjarrt para se ta përcjell. E mund ta godet edhe pas se ta përcjell fjalën. Gjiniu tek gjiniu tjetër apo tek njeriu. E pastaj me atë fjalë i ashton edhe 100 fjalë tjera rran. Dhe ato rran, pastaj magjistari apo falltori i ja thot personit tjetër. E ja thot, a nuk ka thonë filani kështu, a nuk ka vepruar kështu dhe kështu. E i besohet ati ajo që ka po thot, për shkak të asaj fjalë të vërtet që ka cekur ai, apo që ka sjellur nga qielli. Përfundon hadithi, e hadithi është në Buhari. Çka do të thotë se melaqet bisedojnë mes vete? A thua, çka tha Zoti ynë? Çfarë urdhre sjelli Zoti ynë? Çka do të ndodhë, se do të ndodhë e tjerë. E informojnë melaqet njëna tjetrën. E nga kjo bisedë, pra arrin gjenet, ta kapin ndonjë fjalë, e pastaj ta përcjellin me shpejtësi të madhe, njëri pas tjetrit tek miku i tyre, njeri, i cili jashton edhe 100 rënë gënjeshtra tjera, dhe ja thot personit që ka para vetës për ta bindur se kjo është sinqert. Se ky për ditë më sheften dhe këto është pojenta me të regu ati se one jam ai i cili e dije të më sheften. Aisha radiallahu anha të regon se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është pyetur për falltorët dhe ka thënë, nuk është kur gjë punë atyne. E ata që pëtën i thanë, ja Rasulullah, pa ata nga një herë kur po flasin pja qëllojnë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, ajo fjalë e vërtet është fjalë të cilën arrin gjiniu i përvjedhur ta kap nga qielli lart. E pastaj i ja thot mikut të tij njeri në vesh, duke përzier atë me 100 rëna tjera. Ajo fjalë e vërtet është fjalë të cilën arrin gjiniu i përvjedhur ta kap nga lart në qiell. E pastaj ja thot mikut të tij njeri në vesh, duke përzier atë me 100 rëna tjera. Edhe ky hadith është në Buhari, bile dhe në Muslim. Gjenet e përvjedhur të hypur njëri mbi tjetrën deri afër qiellit të dunjas për ta përvjedhur. Ndonjë lajm nga melaqet kanë qenë shumë raste të tilla shumë para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur shumë. Por pas dërgimit të pejgamberit, pas shpalljes së tij, ata janë paksuar shumë. Sepse Allahu e ka ruajtur qiellin me yje të zjarrta, të cilat i gjuajnë gjinët, ndoshta dhe i djegin, por ndoshta edhe nuk i djegin, në fjalën ndoshta i godasin, ndoshta nuk i godasin fare, sipas kaderit të Allahut azza wa jall. Ka thënë Allahu, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ne qiellin më të afërt të fjala qiellin e dunjas e kemi zbukuruar me kandila, me yje ndriqus,
Dhe ata I kemi bërë gjuajtës kundër djajve. Gjuajtës kundër djajve. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, wa laqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Ne në qiell kemi krijuar galaksione yjesh dhe atë qiellin e kemi zbukuruar për ata që e shikojnë me vëmendje. Dhe atë qiellin e kemi ruajtur prej çdo djallit të mallkuar, përveç atij që vjedh, që përgjon çka dëgjohet, çka flitet, po dhe atë e kap ylli I zjarrt dhe e djeg. Por tha mund të dhe të shpëtoj. Çka do të thotë se shumë pak arrin të përvjedhin ndonjë lajm prej gjinëve ta sjellin tokë, sepse qielli është I mbrojtur me yje prej djajve të mallkuar në veçanti pas lindjes së pejgamberit, pas shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Sa I përket informatave nga toka, gjinët e mallkuar I informojnë miqt e tyre prej njerëzve, nga njerëzit, miqt e tyre njerëz, magjistarët e falltorët për ndodhit dhe gjësendet në tokë, të cilat nuk janë prezente. I kallëzën gjinni, për shembull. Kur shkon një individ të magjistari apo të falltori për ta pyetur diçka, falltori I thot individit, personit, klientit që ka shku: te ke shpinë kështu dhe kështu, te ke antar të familjes këtë dhe këtë, te ke vepruar kështu dhe kështu, te ke ardhur në filan, ndoshta edhe ma shumë, te ke folur ashtu dhe ashtu e tjerë, ndoshta edhe ma shumë. Individi, pacienti, klienti që shta quajnë, ignorant, gjahil, njeri thjesht, I beson, se një me që shtu ka ndodhër ato, dhe se kë po di ka diqka, për deri sa pja qëllan, kë ko ka dikushi. Në realitet, kë nuk e din se magjistari apo falltori, në vërtet nuk din kur gjo, por vetëm që ka po informojnë në miqt e ti dreqnit e mallkuar. Ose dreqi I vjen vetë ju, I rrin afer, në ordinancën e vetë, në shtëpinë e vetë, dhe hiç pa pyetur kë ai sjell lajme sepse janë bashkëpunëtor miq, ose kë e urdhëron gjinin me shku në shpejtësi dhe më interesuar për shtëpinë e tij, për familjen e tij, e më kthy e lëvizjet e gjinëve janë të hatashme, dhe I sjell lajme, ka dalën vesh dhe kë ja rrafën personit që ka përpara dhe ai beson. Këllë informacioni është shumë I madh I përhapur gjithandej në botë. Përballë llojit të parë të lajmeve nga qielli që tham janë shumë të rralla apo të pakta. Në këtë kohë, ummeti ynë është sprovuar shumë me këtë lloj të mashtrimeve të falltorëve, duke konsideruar ata si evlijat Allahut. Në realitet, ata janë evlija dhe miq të shejtanit të mallkuar. Ne, ehli sunneti dhe xhamati, besojmë se për njerëzve më të këqij dhe më të dëmshëm në dynja janë magjistarët, falltorët dhe parashikuesit e tjerë të së ardhmes. Ata janë argat dhe miq të shejtanit të mallkuar. Të këta nuk bën për të shkuar e as për ta për të biseduar, apo me ta për të biseduar, as me ju besuar, as me shku, as me ju besu.
ata konsiderojnë apo i konsiderojmë ne njerëz të cilët kanë dalë prej dinit. Ata kundërshtojnë Kur'anin. Ata kundërshtojnë sunetin dhe ijman, unanimitetin. Ata bëjnë fesad të madh në tokë. Ata janë njerëz haram, njerëz të këqij dhe shumë të dëmshëm për shoqëri, sepse manipulojnë me njerëz, i mashtrojnë njerëzit. Andaj edhe në kanë ndaluar shumë ashpër pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam që të shkojmë të ta apo të pyesim ata. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon tek parashikuesi, cilët do të qoftë falltori, magjistare e tjerë, dhe pyet atë për diçka, nuk do të pranohet atij namazi 40 ditë. E hadithi është në Muslim. Dhe ka thonë gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili shkon tek parashikuesi, tek falltori apo tek magjistari dhe i beson çka po thot, ai e ka mohuar atë që ai ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjala Kur'anin, faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E këtë hadith transmeton Imam Tirmidhiu, Ibn Majah, Hakimi dhe e kanë bërë hadithin apo kanë konsideruar hadithin e vërtet. Andaj ne të gjithë së bashku duhet të luftojmë në maksimum ata argat të shejtanëve, të cilët me fallet dhe magjit e tyre tentojnë të mashtrojnë njerëzit për të përfituar para dhe famë, lujnë me ta, manipulojnë me ta, i keqtrajtojnë ata, i mashtrojnë ata. Allahu na ruajt sherrët e tyre, ja Rabbel Alamin neve, dhe i ruajt krejt muslimanët sherrët e tyre, e atyre adhosht hakon në dynja, para se ma adhan hakin në ahiret. Allahumma amin. Zotë din me së miri, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa